Ju përshëndes. Do t'ju tregoj historinë e një nga aktorëve më të mëdhenj në botë dhe se si një familje është si të gjitha familjet e tjera. Një prind është tamam si të gjithë prindet e tjerë, i varfër apo i pasur. Madje do t'ju tregoj edhe diçka që jam i bindur që do t'ju interesoj, sepse të këqijat dhe të mirat njëkohësisht vijnë në të njëjtin moment dhe është shumë e çuditshme. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Do t'ju flas për Michael Douglas dhe për djalin e tij, Cameron. Por përpara se të flas për Michael Douglas, për ata që nuk e njohin, Michael Douglas është një nga aktorët më të mëdhenj të Hollywoodit dhe është djali i të madhit Kirk Douglas, që padyshim shumë për ju e mbajnë mend. Ai zotëri që jetoi 102 vjeç dhe për një pafundësi filmash të suksesshëm. Michael Douglas ishte djali më i hedhur, le të themi, i familjes Douglas dhe ndonse ata kishin një shoqëri prodhimi të filmave, Michael Douglas ishte ai që që kërkonte të bëj aktor. I ati nuk dëshironte që të bëj aktor, sepse i thoshte nuk ke kualitet. Dhe i biri insistoi, derisa pastaj u bë një nga aktorët më të mëdhenj, vërtet, të Hollywoodit. Dhe të gjithë e njohin Michael Douglas. Michael Douglas ishte shumë me femra, me fjalë i ngjitur pas femrave. Kishte një sëmundje të tmerrshme pas femrave, nuk ishte i pari, sepse në Hollywood që të gjithë kanë këtë sëmundje, si mund të quhet kështu, sepse ai ishte i niveleve të larta dhe u fut në shoqëri me disa familje dhe disa njerëz të niveleve të larta që bënin disa gjëra, jo orgji, jo këto çan, këto budalla që kështu. Dhe si përfundim ai nuk e mante dot veten. Nuk e përmante dot sepse ishte gjithmonë i tillë. Mirë po, një ditë ndryshoi jeta e tij, sepse në vitin 1998 ai kret rastësisht në një festival të filmit në Francë, njohu Catherine Zeta-Jones. Catherine ishte shumë e re në atë kohë dhe ishte 25 vjeçe më e re se Michael Douglas. Michael i tha një fjalë atë ditë dhe këtë fjalë mbaj mend. Nuk ju them se përse, por e mbaj mend mirë. I tha, në qoftë se ti më thua po sot, unë do t'jem me ty për gjithmonë. Ajo qeshi dhe tha, çan këto budallëq. Si përfundim u takuan dhe herë të tjera. Ai nuk e linte rehat dhe si gjithmonë i rinte pas, derisa ajo i tha, atëherë do bëjmë një gjë, tha. Sepse u takuan disa herë dhe ajo i tha, në qoftë se ti do më tradhtosh të mbash mend që unë nuk do më shohësh më për tërë jetën. Dakor, thaj, atëherë bëjmë një kontratë, i tha, dhe kështu bën një kontratë. Kontratë që ai në qoftë se do ta tradhtonte, ajo do t'i merrte të gjithë, do t'i merrte një pjesë të pasurisë. E dini se çfarë kontrate bëri ai? I bëri një kontratë $100 milion. Pra, në qoftë se ai do ta tradhtonte, do t'i jepte $100 milion. Jo aq sa tha ajo, por i tha $100 milion. Dhe ishte shumë, një kontratë madhështore. Megjithatë, Catherine e bëri këtë sepse i pëlqente Michael Douglas, por i pëlqente edhe familja, sepse një familje vërtet kompakte dhe e njohur në botë. Dhe nga ai moment filloi jeta e tyre e shkëlqyer. Në fakt, në vitet e para ishte shkëlqyeshëm, deri në vitin 2005-2006. Dhe në një moment ajo pa që ai kishte dërguar një mesazh të dyshimt, një aktore e tjetër. Dhe aty filluan zënkat, ishte viti 2005-2006. Dëgjojeni me vëmendje se është vërtet e çuditshme si histori. Dhe ai më përpara kishte një jetë, e keni parasysh, një jetë i vetmuar, gjithmonë nuk kishte një grua, por rrinte gjithmonë me gratë shumta dhe nuk kishte një jetë të qëndrueshme. Kështu që nga momenti që ai filloi të jetonte me Catherine Zeta-Jones, jeta e tij ka qenë, me fjalë, vitet e para ishin më të bukura të jetës së tij. Saqë ai mendoi që në momenti që i bëri këtë dëm asaj të vriste dhe veten. Dhe aty lindën problemet në vitin 2006. Kështu që ai mendoi, ajo donte që ta linte, por dëgjoni se çfarë ndodhi. Ajo tha, nuk dua asnjë lek, ndonse u fol shumë për këtë, që ajo gjëja do merrte ato $100 milion dhe do ikte. Ajo tha, unë nuk dua asgjë. Unë e bëra vetëm për ty. Nga ai moment Michael Douglas
u ndje shumë keq. Në fakt, në vitin 2010 i diagnostikuan një kancer në fyt. Dhe pikërisht në atë vit, edhe djali i tij, Douglas, që e kishte me një grua tjetër, i diagnostikuan e kapën me drogë. Dhe ky ishte momenti që ndryshuan gjërat edhe për ta, sepse Michael Douglas i kishte ndryshuar jeta totalisht. Doja t'ju thosha, që ju thash që në fillim që do t'ju flas për diçka që do t'ju interesoj, është kjo që do t'ju them tani. E keni vënë re ndonjëherë që në një moment të caktuar të jetës, edhe të këqijat, por edhe të mirat vinë në një moment? E keni vënë re këtë? Pra nuk dihet se si, por të gjitha të këqijat ose të gjitha të mirat vinë në një moment. Ndoshta e keni vënë re, por është për të gjithë kjo dhe nuk kuptohet se si. Në atë periudhë Michael Douglas kishte probleme që i diagnostikuan kancerin. Gruaja që donte ta lindte, gruaja e re, i ati me probleme të rënda, sepse kishte pësuar një iktus. Në familjen e tij ishte një disaster. Filmat po shkonin keq e më keq. Të gjithë filmat e fundit që ai bëri shkuan të gjithë keq. Pra në një moment të jetës së tij çdo gjë zi. Jeta e njeriu është si të hapësh dhe mbyllësh syt. Sot ty duket sikur je i pasur, por mund të zhduken të gjitha ato para për një ditë. Dhe ti nuk je asgjë. Pra duhet ta jetosh jetën ashtu siç vjen, dakord, por duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Në fakt, siç ju thash dhe më përpara, që në atë moment i erdhën të gjitha të këqijat. Mirë po, Michael Douglas bëri babain, atë që bënte gjithmonë, atë që kishte bërë jati i tij me të, që kishte qenë shumë i kujdesshëm. Në momentin që arrestuan të birin e tij, Cameron, e arrestuan për drogë. Mirë po, pasi arrestuan, dikush, kur e futën në burg që dënuan 5 vjet, dikush e denoncoi nga këta shokët e tij, gjoja shokët. Dhe aty e dënuan 10 vjet burg. E ulën pak deri në 8 vjet, por sidoqoftë ai 8 vjet i bëri. Dhe ishte pikërisht ai moment, bëri 6 vjet e gjysmë, falni, mos gaboj, po pikërisht ai moment ishte momenti më i vështirë për Michael Douglas. E megjithatë, ai bëri rolin e babait. Shkonte pothuaj sa herë që e linin, ai shkonte në burg dhe nuk e la të birin. As edhe një moment, sepse të gjithë mund të kenë probleme. I biri i tij lindi në një kontekst ndryshe, jo si ishte si lindi Michael, pra i ati, ose si lindin të tjerë fëmijë, lindi në një kontekst që kishte çdo gjë e kishte në dorë. Dhe ka një problem të madh. Fëmijët e të pasurve ose të personazhve kanë një problem të madh. Ata duan me se s'bën që t'i gjasojnë babait apo nënës, por nuk mund t'jenë kurrë babai ose nëna, sepse nëse kanë qenë ose janë të famshëm prindrit, nuk do të thotë që edhe ti duhet t'jesh i famshëm se s'bën, sepse ti nuk ke kualitetin. Ti mund ta kesh në ADN, por zgjidhja jote mund të jetë diçka tjetër. Pra ti duhet të bësh atë që të pëlqen. Dhe të birit të Michael Jackson, Cameron, i pëlqente shumë kinemaja, pra filmi, por ai nuk ishte jaftë. Në fakt kishte bërë disa filma, por nuk pëlqej. Nuk pëlqej, qoftë si aktor, qoftë edhe si njeri. Dhe kjo e zhyti atë në botën e drogës. Mirë po aty kur e dënuan, që doli dikush tjetër që e denoncoi, aty që ai i konsideron të shok, nga një moment mendoi që jeta e tij kishte marrë fund. Mirë po vetëm babai i tij me dashurinë që kishte çdo ditë shkonte atje dhe i thoshte tani duhet të ndryshosh biri im. Mos ki merak, sepse për të gjithë është një periudhë dhe ti kjo është periudha jote e vështirë dhe ti duhet ta kalosh. Dhe dal nga dal shkonte atje dhe e përqafonte, e takonte dhe pikërisht kjo e detyroi të birin pra Cameron që të ndryshonte. Dhe ai ndryshoi karakter, ndryshoi edhe mënyrën e të nuk përdor më droga, nuk është më si më përpara, dhe ndonse e fejuara ose bashk shortja e tij, ndonse ata nuk u martuan kurrë, që bën 2 fëmijë bashk, ndonse ajo nuk i qëndroi aq pranë sa i ati, sa Michael Douglas, ai prap e lidhi sërish jetën me të, sepse në fundit i kishte dhënë fëmijët,
Pra, I kishte dhënë 2 fëmijë dhe kjo ishte e rëndësishme për të. Michael Douglas nuk reshti pa shkuar tek i biri ndonse ai ishte sëmurë me kancer. Merreni mend, kancerin që ai kishte në fyt në vitin 2010 ishte diagnostikuar në statusin e 4. Pra, ishte në fund. Dhe ai duhej që të kishte vdekur. Nuk dihet se si, disa thonë që ai e kuroi kancerin me skorpionin blu, shkoi në Brazil dhe atje bëri kurën e parë. Pastaj thuhet që bëri një kurë tjetër që ka thënë dhe Mel Gibson në një intervistë, por këto ishin, për fjalë, nuk bëri kemio, nuk bëri këto kurimet tradicionale, por bëri diçka tjetër, ato naturalet dhe me insekte. Dhe si përfundim ai u shërua komplet, kanceri iku, dhe çdo gjë u kthye normale, madje edhe shumë mirë se më përpara, sepse ai u betua që nuk do ta tradhtonte me as edhe një fjalë gruan e tij dhe i qëndroi besnike dhe është besnik deri sot me Catherine Zeta-Jones. Dhe nga ana tjetër, djali i tij nuk përdor më droga, është bërë një nga prindrit më shembullor dhe një nga bashkëshortët më shembullor dhe një nga fëmijët, pra të Michael Douglasit shembullor, dhe ktheu totalisht. Dhe ai thotë që fal babait tim dhe insistimit të tij, mënyrën e komunikimit që nuk më la vetëm gjatë atyre kohëve, që të thoshte që ja, ti e bëre gabimin dhe ti duhet ta psosh. Por vetëm me dashuri më ndryshoi. Dhe unë them që me dashuri ndryshon çdo gjë. Sidoqoftë, mos mendoni që një i pasur ose familjet e pasurve shkojnë mirë dhe meqense janë të pasur çdo gjë shkon mirë. Gabim. Që të gjithë kanë probleme. Kush më shumë dhe kush më pak. Bile do t'ju them, ata që punojnë kanë më shumë probleme. Ata që janë të pasur, akoma më shumë probleme. Pra, duhet ndonjëherë të jetosh të tashmen ashtu siç vjen dhe të respektosh çdo gjë, të respektosh familjarët, vëllezërit, motrat, kushërinjt, prindrit dhe ata që të rrethojnë. Pastaj paçkase nga ana tjetër nuk të respektojnë. Ju çfarë mendimi keni për këtë histori? Dhe a ju ka ndodhur, siç ju thash më përpara, që në ndonjë rast i tillë, i ngjashëm, me fjalë që kur vinë të këqijat vinë në të njëjtin moment? Pres komentet tuaja dhe kalosh një diell të këndshëm. Ju dua fort.